Ju lutem. Unë këtu jam Ju lutem. Zoti Tavo, si pastaj Vilma. përfaqësues si bashkisë i Marrë dhe qytetari i Marrës, pavarësisht se jam qytetari i parë i Marrës i zgjedhur. Unë kam qenë pjesë e reformës zgjedhore në parlament në 14-ën, nuk e kam votuar reformën edhe pse isha pjesë e koalicionit qeveritar, për arsye se sensibilitetet lokale më krijuan idenë që unë duhet të mbaja atë qëndrim. Dhe po këmbgul në këtë pikë që edhe në këtë reformë administrative parimi i ruajtjes sensibiliteteve, pra i respektimit të sensibiliteteve lokale duhet të ekzistojë, duke respektuar historinë, identitetin dhe kështu me radhë. Patjetër që të bërit një reforme nga ana e deputetëve, nga ana e parlamentit, duhet të respektojë disa kritere. Para njerë është kompetencat, nuk mund të imagjinosh një reformë pa e bashklidhur këtë me kompetencat që duhet të ketë pushteti vendor. Nga ana tjetër, duhet që të ofrojmë, kemi kapacitetet, pra njësitë administrative të bashkive dhe vetë bashkit duhet të kenë patjetër kapacitetet njerëzore për të shërbyer dhe për të ofruar shërbimin ndaj qytetarëve. Njësitë duhet të kenë patjetër topografin, është shumë e rëndësishme, duhet të kenë patjetër juristin, duhet të kenë patjetër shërbimin ato që janë rurale, shërbimin e bujqësisë dhe të pyjeve. Pra, kapacitetet duhet të jenë një nga kriteret që duhen respektuar, duhen patur parasysh për ndarjen e re administrative. Dhe ajo që është më kryesorja, mendoj unë, është patjetër autonomia financiare. Për sa i përket dy çështjeve të para, mendoj se ligji i pushtetit vendor që funksionon në Kosovë duhet të ketë parasysh kur do të flitet për kompetencat që duhet kjo reformë t'i bashkangjisi bashkive, pra t'i japi bashkive. Për sa i përket autonomisë financiare, për mua është shumë e rëndësishme. Marë për shembull bashkinë e Himarës do ju sjell 2-3 shembuj. E para, nëse do të vazhdonte të ishte bashkia e Himarës, pra një nga njësitë, qoftë Lukova, qoftë Hor Vranishti, të ndara nga bashkia e Himarës, investimet që po kryen 25-ën dhe të parashikuara 26-ën për njësinë Hor Vranisht, me të ardhurat që kishte kjo si ish komun, i duen 555 vite për t'i realizuar. Ndërkohë, merreni si doni, po është kështu realisht, i kam statistikat këtu. Ndërkohë, edhe me grantin e qeverisë i duen 200 vite për ato investime që po bën bashkia e Himarës. Tjetra, po është e vërtet. Tjetra, e njëjta gjë për të bërë njësinë e Lukovës, vetëm pale investimet e tjera që po bëjmë, vetëm Ftera që foli zotria dhe Çoraj, duhen të paktën 55 vite për njësinë për ish komunën e Lukovës. Pra është shumë e rëndësishme. Tani, patjetër që duhet, po e mbyll, patjetër që duhet ketë parasysh çdo reformë, e para njëherë analiza a i ka shërbyer qytetarëve dhe a ndihen qytetarët më mirë apo jo. Dhe unë mendoj që po, reforma administrative i ka shërbyer qytetarëve. Dhe këtë e them me bindje sepse e marr për shembull bashkinë e Himarës. Nga ana tjetër te kompetencat, nuk mund të imagjinojmë një bashki pa patur kompetencat të shërbimit shëndetësor, të shërbimit arsimor, të ujësjellësit, të kanalizimeve, dhe pse jo, me që jemi në Vlorë dhe që problemi kryesor i Vlorës dhe i Himarës janë pronat, pse jo dhe çështjen e legalizimit, patjetër që duhet të kryhet në bashkinë përkatëse, pra të kenë kompetencë. Ju faleminderit.